Subjektet private që duan të ushtrojnë veprimtarinë e tyre në stacionet e plazhit kanë afat deri më 31 maj 2025 për të aplikuar për të lidhur kontratën e qeras për përdorimin e hapësirës së plazhit. Të drejtën për të përdorur hapësirën e plazhit e kanë subjektet private që janë të kategorizuara si bujtin, fjetin, hotel, hostel, resort, qendër kurative, fjetjem dhe mëngjes, apartamente, vil, që kanë jo më pak se 5 dhoma dhe blok apartamentesh që janë 2 ose më shumë apartamente në të njëjtën vendodhje dhe menaxhohen nga njëjti sipërmarrës turistik që kanë jo më pak se 5 dhoma. Në vendimin e qeverisë thuhet se faza e dytë e aplikimit të subjektit nga 30 marsi që ka qenë caktuar në rregullore është shtyrë me 1 muaj. Faza e parë është ajo e aplikimit për dorëzimin e dokumentacionit, ndërsa në fazën e dytë saktësohet aplikimi, gjenerohet mandati pagesës dhe caktohet plan vendosja përkatëse e stacionit të plazhit. Aplikimet bëhen online në e-Albania, ndërsa kontrata për dhënien në përdorim të hapësirës së plazhit për ushtrimin e veprimtarisë të stacionit të plazhit bëhet nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe nënshkruhet me afat 1 deri në 5 vjet, sipas vendimarrjes të Komitetit të Menaxhimit të Sezonit Turistik. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha flet në lidhje me ndarjen e stacioneve të plazhit, duke ju përgjigjur interesimit të televizionit 6+1 Vlora. Ende nuk kanë ardhur të gjitha nga AKB-ja, të gjitha kontratat, 15 parat që kanë ardhur janë nënshkruar nga ne dhe po presim të vinë të tjerat, siç është edhe harta e vënë në dispozicion qoftë nga Bashkia dhe qoftë nga AKB-ja për qytetin e Vlorës. Periudha brenda të cilës ushtrohet veprimtaria e stacionit të plazhit është nga 1 maj deri në 15 nëntor të çdo viti. Aktualisht në vijën bregdetare të Vlorës e kryesisht në zonën e Lungomares ka nisur vendosja e çadrave dhe shezlongëve nga ana e bizneseve, ashtu si kundërin duke ndjekur pamjet në ekran, të cilat janë filmuar këtë të mërkurë.